أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadhus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në hadithin 664 më radh që nga fillimi i librit, hadithi i dytë në këtë kapitull. Edhe me gjisi 1001 i regjistrum, i inqizum, e lusim Allahun e madhëshëm që Allahu të na jep sabër dhe qëndres në këtë rrugë, që të vazhdojmë në shërbimin e fesë të Allahut dhe diturive fetare deri në frymën e fundit që e kemi në këtë jetë. E lutim Allahun e madhëshëm që vazhdimisht na dhuron dije të dobishme dhe vepra të mira, sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe këtë angazhim që e bëjmë në shërbim të kësaj feje, qoftë e pranuar te Allahu subhanahu wa taala, dhe qoftë sebeb përfitu mëshirën dhe bekimet e tia dhe kënaqësinë e tij insha Allahu taala. Ky numër tregon një gjë. Kush ka disiplinë në jetë, kush ka dashni për dituri, kush i duket pak sa do që bën në shërbim të kësaj feje, krejt vështirësit janë të vogla dhe të pakta, dhe s'ka gjë që e pengon në shërbimin e fesë Allahut u xhelal. Edhe andaj të gjithë na duhet secili prej nesh punon me veten e vet, që t'ja shton vullnetin, entuziazmin dhe ambicien, që t'jetë në gjithë jetën e tij, të gjitha momentet e jetës së tij t'i shfryzon për ta ngritur fjalën e Allahut dhe për ta shërbyer fenë e tij. Dhe kushdo që i ka këto qëllime, e ka këtë vullnet, këtë entuziazëm, sigurisht se Allahu i madhëshëm atij ka me ja letu dhe ka me ndihmu, edhe ka me ja letu arritjen e qëllimeve të tija në këtë botë. E pastaj ngelet duaje që na vazhdimisht e bëjmë, që të gjitha këto angazhime dhe punë, sado që janë të vogla, karshi mëshirës, bekimeve dhe dhuntive të Allahut xhelal, e lutim Allahun t'i pranon dhe të na gëzon me to ditë ku dalim para madhnisë së tij subhanahu wa taala. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه. Thot Abdullah ibn Omeri i biri Khattabit radiallahu anhuma, kur jepnim beslidhjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta dëgjojmë atë dhe t'i bindemi atij, në thëjke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për gjërat që keni mundësi. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Pra ishte tema se të gjitha adhurimet janë të ndërlidhura me mundësitë tona psikofizike, dhe se Allahu asken nuk e ngarkon për te mundësive të tia psikofizike. Edhe kjo temë e zbërthymë në mësimet e kalume, derisa
erdhëm të hadithi i Gjerir ibn Abdullah el-Bajaliut radiallahu anhu, i cili ka thonë: Bajatu nëbije sallallahu aleyhi wasallam ala sem'i wa ta'a falaqanani fi ma stata'tu wa nushi li kulli muslimin. Thot, ja dhash besën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ta ndëgjoj atë dhe t'i bindem atij dhe më mësoj të them në ato gjëra që kanë mundësi. Dhe i dhash besën që ta këshilloj çdo musliman. Gjerir ibn Abdullah el-Bajaliu radiallahu anhu ka qenë prej sahabeve i cili që nga momenti në të cilin ja dha besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka me këshillu çdo musliman, nuk linte moment ku e shifte që ka nevojë për këshill e nuk e këshillonte ndonjë musliman. Edhe kjo vullneti, entuziazmi, dashuria që të përhapet e mira dhe që të evitohen gabimet e të korrigjohen ato, është argumenti më i madh i shpirtbardhësisë së një muslimani. Dhe kjo secili musliman e bën shumë të lartë edhe te Allahu Dhu Xhelal, po edhe te njerëzit. Edhe njerë po e përsëris për me kuptu. Dashuria dhe kujdesi që tregon një musliman ndaj një muslimani tjetër apo njeriu në përgjithësi, që kur e shef se i mungon një mirë, e këshillon të storiset me te, ta ketë pjesë për bërset e jetës së tij. Dhe kur i mungon, kur e bën një gabim, e këshillon që ta largon atë gabim, është karakteristika më e veçantë e një muslimanit me të cilën ai musliman ngritet lart edhe te Allahu, po edhe te njerëzit. Do thot, nuk i ka hije muslimanit në jetën e tij shoqërore me i pa njerëzit që u mungojnë gjana e mos me i thonë bëni këto punë të mira se fitoni. E me i pa njerëzit që bëjnë gabime, e ky mos me i thonë atyre, o njerëz, moni me këto gabime, se këto ju sjellin juve kob të keqen këtë botë dhe hidhërimin e dëshkimin e Allahut në ahiret. Çka tregon kjo? Tregon dashnin që ka muslimani për njeriun e para, dhe e dyta tregon kujdesin për pastërtin e jetës shoqërore të njerëzve. Për shembull, sot gjithë na e ndëgjojmë dhe e shohim se njerëzit kujdesen për pastërtin e ajrit, kujdesen për ekologjinë, pastërtin e natyrës, që janë gjërat të rëndësishme dhe të mira. Po aq sa kujdesimi na për pastërtin e ajrit, edhe gjithë na e dim se ky qytet është më i ndotur i botë, e ai është i dyti, e ai është i treti, apo të gjithë na kemi tani vetdije ekologjike, edhe kur shkojmë na për mal, na për bjeshka, apo afër lumejve, mundohemi me rujt pastërtin e asaj natyre të pastër, aq më me rëndësi se kjo, është që na me rujt pastërtin e jetës shoqërore, për të gjitha sjelljeve dhe veprimeve të cilat e prishin pastërtin morale dhe shoqërore të vendeve tona. Edhe kur na kemi senzorin e kurdisun që t'i bie alarmit larg objektit, atëre kjo neve të gjithë duhet me na zgju edhe me na alarmu, edhe të gjithë na me qenë në nivel të emrit musliman, në nivel të kësaj karakteristike që të me pas muslimani, edhe çdo herë që ballafaqohemi me kësi situata, ku dikush e lën pas dore një detyrë, apo e bën një gabim, na të aktivizohemi, të alarmohemi dhe të aktivizohemi, edhe të japim këshillat secilit ashtu siç e meriton. Andaj Gjeriri radiallahu anhu ishte i këtill, që mas ja dha besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka me dhon këshill çdo muslimanit, ai çdo herë që shifke moment që ka nevojë për këshill, intervenonte
reagonte, këshillonte dhe mundonte me dhonë kontributin e tij, mundohej që me dhonë kontributin e tij për me përmirësu atë gjendje. Mirë po na këtë hadith e sollëm për këtë pjesën që tha Gjeriri e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më mësoi me thonë fi mastatat, gjërat që kanë mundësi. Sepse raporti i njeriut me pushtetarin musliman nuk mundet me qenë ndryshe për raportit të tij me krijuesin e vet Allahu Xhelal. Nëse obligimet tona ndaj Zotit i kemi të ndërlidhura apo të kushzuara prej mundësive tona, atëherë s'do mend që edhe raportet tona me një njeri që është këtë rast i parë jon janë të ndërlidhura me mundësi. Thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala, qawlu fi mastatat. Kjo porosie pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ia dha Gjeririt, thuaj në atë që kam mundësi, thot al-maqsudu bi hadha at-tanbih, qëllimi i kësaj vërejtjeje është se أن اللازم من الأمور المبايع عليه هو ما يطاق. Sepse marrëveshjet tona me të parë tonë këtë rast, po edhe marrëveshjet tona në përgjithësi me të tjerët, duhet jenë në brenda kornizave të asaj që është e mundshme. Edhe askush mos me dhonë fjalë ose mos me marrë angazhim për gjërat që nuk ka mundësi me realizu. Sepse nëse merr përsipër diçka që s'mundesh me realizu, faktikisht ti jep një llaf, një premtim që është e pamundshme me realizu. Edhe më tepër i ngjan talljes ose për çmimit sesa marrëveshjes reale ose konkrete. Andaj thot Imam Ibn Hajeri, ashtu sikurse e të gjitha obligimet tona ndaj Allahut Xhelal në lidhje me mundësin, ashtu edhe në këtë rast kjo marrëveshje e njeriut me të parin e muslimanëve do thot ndërlidhet dhe kushtohet me mundësi. Thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, duke e sqaru ajeti kuranor ku Allahu Xhelal thot la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk e ngarkon një njeri për te i mundësive që ka, thot humul mu'minuna wasi'a alehim umura dinihim. Thot janë besimtarët të cilët kanë mundësi me izbatu të gjitha çështjet e fesë. Do thot mundësia që është përmend në këtë ajet është qëllimi se Allahu i madhëshëm asken për besimtarve nuk e urdhon me diçka që s'mundet me bo, por e urdhon mbrenda mundësive të tija. Kështu që, sikur se kemi sqaruar edhe më herët, nga ky ajet ne kuptojmë se të gjitha obligimet fetare janë në suaza të mundësive njerëzore për me realizu. Andaj, tash e 15 shekuj, askush musliman dhe jo musliman s'ka dalë në botë e me thonë se këtë të detyra dhe obligime fetare islame ose diçka prej tyre nuk ka mundësi njeriu mi realizu. Janë kërkesa do thot të pamundshme, janë obligime që s'ka fuqi askush mi realizu. S'ka. Pse? Sepse Allahu Dhu Xhelal, i cili është El Alimul Khabir, i gjithë dituri, hollësisht i informuar për çdo gjë, e din takatin e njeriut, i din mundësit e njeriut, dhe në përputhje me këto mundësit e njeriut, i ka sjell detyrat dhe obligimet fetare. Edhe andaj, edhe shahadeti, edhe namazi, edhe agjerimi, edhe zeqati, edhe haxhi, me rregullat e veta që i ka, janë jo vetëm të mundshme, po janë edhe të lehta. Bile janë aq të lehta sa që besimtari përveç obligimeve që ka mundohet me bë adhurime dhe shtesë.
ajo që quhet adhurime vullnetare apo nafile. Edhe namazin, që e ka obligim 5 herë në ditë, i falë edhe sunetet e ditës, e falë edhe namazin duha, edhe falë namaz nate, edhe këtë kjo i duket pak. Edhe agjerimi. Përveç agjerimit obligativ, aja agjeron të hanët tejnëte, agjeron ditë e barda, agjeron një ditë po, një ditë jo, si agjerimi Davud a.s. edhe kjo i duket pak. Përveç zekatit, që ka obligim, a jep edhe sadaka, edhe ka mundësi me dhonë sadaka për çdo ditë, edhe të ai që bëhet sadakaja adhurim, i cili ja kënaq shpirtin, për çdo ditë jep sadaka dhe pak i duket. Edhe ai që ka qenë haxh një herë, që aq e ka obligim në jetën e tij, çdo herë që i jepet mundësia me shkon haxh, ka qef me shkon haxh, edhe as pak nuk i duket vështirë. E përveç haxhit, mundohet edhe shumë herë me shkon umre, sepse kënaqësinë që e shijon, edhe mundësinë që e ka me ky obligim, nuk e lën rahat pa shku edhe shumë herë me vizitu shtëpinë e tij. Po edhe ai që merret me xhihad o vllazni, edhe ai që zemra e tij kënaqet në xhihad, zherë që i jepet mundësia me kry këtë detyrë, edhe me marrë pjesë vullnetarisht në shërbim të islamit dhe kauzës së islamit, i duket shumë e lehtë pjesëmarrja e tij në xhihad. Me ndi tregimet e mujahidave, se si lodhen e si kanë vështirësi për me arrit deri tek vendi i xhihadit, jo vetëm një herë, po një herë, 2, 3, 4, 5, shumë herë, e kupton se sa i lehtë është xhihadi për atë i cili është i sinqert në niyetin e tij për ta shërbyer këtë fe dhe për ta ngritur fjalën e tij. Pra të gjitha ibadetet, edhe urdhërimin e të mirë, e ndalimin nga e keqja, edhe këshilla dhënë muslimanëve, megjithëse shpesh herë neve na kap një frikë, ose mendojmë se ndoshta mos po gabojmë, apo mos po dëmtojmë vetveten e xhamatin, edhe kur besimtari i mushet zemra me iman, edhe e ka dashuri për Allahun dhu xhelal, e pastaj ja don të mirën njerëzimit, ai nuk e llogarit vetveten hiç në shërbimin e islamit. Edhe çfarë që ka nevojë me dhon këshill, e me urdhën të mirë, e ndalun nga e keqja, ai çohet përpara zullumçarit dhe ja thot të vërtetën. Nuk tutet, edhe nuk ka kufi që e kufizon atë, kur e shef se ka nevojë me këshillu një pushtetar zullumçar, megjithëse ai mundet me ditë vetveten e vet se ky aktivitet dhe ky veprim ka mundësi me rreziku jetën e tij. Ama ai e bën punën e vet, e jep këshillën e vet, e pastaj i dorëzohet kaderit Allahut, ashtu siç ka vendosur Allahu le të ndodhë. Që të gjitha ibadetet brenda islamit janë të lehta dhe të mundshme, bilëm për besimtarin e vërtet duken të pakta. E kjo tregon shumë urtësi brenda kësaj, po e para urtësia Allahu dhu xhelal, i cili se angazhon njeriu për të mundësive të veta, e dyta se mundësitë e njeriu janë si i përcaktojmë na. Kanë mundësi me qenë minimale, nëse na mjaftohemi me minimal. Siç ka thonë poeti arab, wa ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu, dhe aq sa ka vullnet njeriu, aq detyra merr përsipër. Do thotë, nëse te ke shpirtin e madh, punët e vogla si llogarit. Nëse shpirti jot është i vogël, mjaftohesh me punë të vogla. E kjo poezi që ka thonë ky poet është një kriter shumë i rëndësishëm që na në prizmën e këtij kriterit me vlerësu vetveten dhe angazhime që i marrin përsipër dhe qëllime që arcaktojnë vetes përpara. Sepse fatkeqësisht na shpeshherë e nënçmojmë vetveten, edhe kapacitetet tona, edhe i shpërfillim mundësi që i kemi. Sepse sot ki mundësi me thonë një fjalë, ki mundësi me bëj një punë, ki mundësi me bëj një organizim, e ti thu hajtë se ka vakt, i bëjmë ato tjerë. Hajtë se jam i ri, ka vakt sa dush. E i shpërfil në i lenë mazdore. E nesër, ndryshojnë rrethanat dhe situatat, pa mundësohet me dhonë këshill, pa mundësohet me organizu, nuk i hapësirë për me bënë e punë të mirë, sepse kanë ndryshuar rrethanat, kushtet, kufizimet e kështu me radhë,
dje kishe liri, dje kishe mundësi, dje kishe përkras, tha hajtë se jam i ri, sot donë me i bo, po askush nuk lejon. Krejt pengojnë, e askush nuk përkra. Andaj, porosia është që na të shfryzojmë kapacitetet tona që i kemi, edhe të shfryzojmë mundësi që na vinë optimalisht, edhe në mënyrë maksimale. Të shfryzu të gjitha mundësit edhe kapacitetet që i kemi për me bëni të mirë, e pastaj nëse vazhdojnë e mirë Allahut mbi ne, vazhdojmë na me të mirat. Nëse na kufizohen ato, na e kemi la borxhin ton, sepse i kemi shfryzu rrethonat mirë optimale, e tash ku na kanë mbështet për muri, ose ne kam shel mundësit, na tash mos kena përgjësi, vazhdojmë me mbështet Allahut dhe me kërku ndihmën e tij, por s'kemi ku një farë përgjësie. Thot pastaj, wa ma ja'ala aleikum fi dini min haraj, kur thot Allahu dhul Jalal, nuk ju ka bëu juve asnjë ngarkesë në fe, thot yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, Allahu a don juve lehtësimin dhe nuk u a don juve vështirësimin, dhe thot fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahun me aq sa keni mundësi. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullahu taala, në përgjithësi ehli suneti përpiqen, angazhohen të adhurojnë Allahun dhul Jalal dhe të ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bi hasabil imkan, me aq sa kanë mundësi. Shife, ajo që e dallon ehli sunetin pi grupeve tjera të lehtëtura, qofshin ato kaderi apo xheberi, që janë dy rryma të cilët kanë lejthit në meselën e kaderit, thot ehli suneti, as nuk i fshetet kaderit, e as nuk mendon se është i detyruar në obligimet e veta, por përpiqet e jep mundin dhe angazhohet me aq sa ka mundësi me adhuru Allahut, me kriju obligimet karshi Allahut, edhe me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka thënë Allahu i madhëshëm, fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahun me aq sa keni mundësi, edhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum, kur t'ju urdhënoj për një gjë, zbatoni atë me aq sa keni mundësi. Thot Imam Neveviu rahimullahu taala në sharimin e këtij hadithit, wa fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum, kur t'ju urdhënoj për një gjë, zbatoni me aq sa keni mundësi. Ky hadith nuk do me thonë se kur t'ju urdhënoj me një gjë, çka doni bëni e çka doni leni. Jo. Po qëllimi i hadithit është krejt kapacitetet që i ki shfryzoj për me arrit zbatimin e këtij urdhri. Mos e lë masdore, mos e nënçmo veten, mos e zvoglo pozitën tënde, po krejt që ki mundësi shfryzoj për me zbatu këtë urdhër. Sikur se për shembull namazi i sabahut me xhamat. Shumicës prej neve i duket se me dalë në xhami në sabah është vështirë. Edhe e arsyetojmë vetveten me mos dalë të thonë se valla kemi punë, angazhime, na prishet gjumi, na prishet rreni, e pastaj s'mujmë i kry obligimet tona tjera. Mjafton që na çojmë në sabah, e falim namazin të shtëpia, edhe vazhdojmë me pushu edhe pak, se na duhet neve gjumi, e na duhet neve takati, forca për punë që i kena mas. Shumica e vllaznive që s'dalin në xhami në sabah, kështu e mendoj. Për unë me dalë sabah, në xhami brishet gjumi. Kur thena pi xhamie, s'muj me flet për zyti, edhe nesër kam punë, e jesin punë të masdore. Që kjo logjik tregon kufizimin që njeriu ja bën vetvetes. Edhe nuk don me kuptu se me dalë sabah po të prishet gjumi. Me dalë në xhami sabah, po ndoshta ki vështirë ma vonë me flet me një herë kur kthehesh pi xhamis, sepse të ne sabahu është shumë herët. Letë është me dalë sabah rregullisht në vende ku sabahi për falet mes orës 5 dhe 6. Ama të na lëviz,
prej 3:30 deri 7:30. Do më thonë vere dimën për afërsisht 3-4 orë lëviz koha e sabahut, namazit sabahut. Edhe kush falet në ora 4-4:30, s'mundet me nejtë që deri në ora 6 apo 7 për me shku në punë. Edhe 3 orë tjera, do më thonë, ose ka me fletë për sëri, ose du të me bëne punë të madhe për me mujtë me me që deri sa shkojnë punë, e pastaj është e vërtet që kush ka në punë, nëse ka ro vonë me fletë, e i ka bo veç 4 orë ose 5 orë gjumë, e ka fështirë me arrit qëllimin me punën e ti. Ama na i themi një gjumë, që fatkesish shumica për neve nuk e mendojnë, se është gjithashtu shumë e vërtet, se ai që qohet sabah, me farë sabahun dhe del në xhami, Allahu i madhishëm i jep ati fuqi, edhe e ndihmon atën të gjitha vështirësitë me cilët ballafaqohet, shumë ma shumë, edhe kalon shumë ma lehtë se sa ai që për shkak kësaj arsyes nuk del në xhami me farë sabahin. Pse? Sepse Allahu është ai i cili e përkrah robin e tij dhe ndihmon atë dhe ja leton atij. Dhe asa ma rob i vërtet është njeriu kërshi Allahu dhu xhelal, aq më e madhe është ndihma e tij ndaj tij. Edhe njerë për përsëris këtë fjali për me majtë men, sepse kështu në raportin tonë me Allahun duhet me ndërtu. Aq sa ma rob i vërtet i Allahut, aq sa ma rob të vërtet të Allahut jemi na, aq edhe ndihma e Allahut është më e madhe ndaj nesh. E dalja në sabah me fal namazin me xhamat është për gjërave që i donë Allah, është për gjërave që e gëzojnë Allah, edhe është për gjërave që dëshmojnë imanin e vërtet që e kiti në zemrën tonë. Sepse do të kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi me xhamat ishte ajo që i dallonte besimtarët e vërtet dhe sinqert për atyre që ishin munafika. Po e përsëris edhe njëra, se namazi me xhamat kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte ajo që e bënte dallimin prej besimtarëve të vërtet për atyre që ishin munafika. Këtu farshin, s'kishte mundësi me gjeti kanë që s'falet. Ashtu si gjejmë sot fatkesisht shumë njerëz që i thënë vetes musliman, e asnjëherë ballin sejdë Allahut që ka më. Edhe ai bilëm me plot gojë thot jam musliman. E normalisht kjo është e pamundshme. Si ka muslimi që ti musliman që asnjë thirrje Zotit për të adhuruar atë, për të bërë sejdë atij si e përgjigj. Po në kohën e sahabeve, kjo lene që duhesh të jetë e pranishme në jetën e njerëzve, plus me qenë namazi me xhamat. Andaj i themi na secilit musliman, duke filluar nga vetja e të tjerëve, rrini gati namazit të sabahut me xhamat, sepse është namazi më i vështirë, po edhe shpërblimin e ka më të madh. Edhe andaj, pastaj kush e bën terbije veten e vet me dalë sabah në xhami për ditë, çdo ditë shkon i botë edhe ma lehtë. Përpara në fillim ti mundesh me mendu, me i thu vetes bin ora 11 me flet, si ta fali Yasin, që ta kem ma lehtë mu qu në ora 4, i kom bo 5 orë gjumë. Edhe kështu e bën terbije vetveten, edhe e shef se të ndihmon shumë, edhe ka dallim mes atij që bie në ora 11 me flet, edhe atij që bie në ora 12 apo 1, për të gjunë sabah. Mirë po, në momentin që ti fillon me kurdis shpirtin tanë, që me falë sabahun çdo ditë me xhamat në xhami, e shef se edhe nëse bie në ora 12, edhe nëse bie në ora 1, edhe nëse bie në ora 2, në ora 4, tash po flas për kohën e sotit, në ora 4 veç fillon me dal gjumi. Edhe nëse se ke kurdis saatin në ora 4:30 ti veç e i qut. Pse se u ka kurdis shpirti jotë. Edhe pastaj ndesh bjerë vonë, ndesh bjerë herët, në sabah i e qut. Edhe nuk të lejon shpirti jotë që me farë sabahun të shpia, po mundohesh shpejt e shpejt me dalë xhami edhe me farë sabahin me xhamat. Andaj, kur themi na mundësia është kjo, që ti me shvizu të gjitha kapacitetet që i ki, e me kry obligimet tona, me kry obligimet tuja karshi Allahut në rregull edhe me korektësi. Thot Imam Nevevi rahimullahu taala, duke komentuar këtë hadith, thot ky hadith është për rregullave të Islamit të rëndësishme
dhe për fjalive për mbledhëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin rregull hyjnë një numër i madh i rregullave dhe dispozitave të namazit, që nëse një njeri nuk ka mundësi me i kry disa kushte të namazit apo rukne, atëri bën tjerat dhe i zavenson me tjera. Apo nëse nuk ka mundësi me i la disa gjymtyr të tia gjatë abdesit, i lan ato që ka mundësi dhe i zavenson me gjëra tjera ato që s'ka mundësi me i la, apo kur s'ka ujë me marrë te e mu pastru, e kështu më radhë. Thot Imam Neviu rahimullahu taala, thot ky hadith është në përputhje me ajetin kuranor ku Allah thot fattakullaha mastata'tum, keni frikë Allahun me aq sa keni mundësi. Thot pastaj Imam Neviu, dhe këtë ajet dhe shqarimin e këtij ajetit në përputhje me ajetin paraprak kina melon për dersën e ardhshëm, thot wa amma qawlu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi fa fiha madhhabani, e sa i përket ajet kuranor keni frikë Allahun me frikë të vërtet, këtu kemi dy mesele, dy mendime të ulemave për mi sharu, e këtë dhe mësime tjera që vinë nga ky hadith i vazhdojmë në dersën e ardhshëm, duke lutë Allahun e madhëshëm në e bditë të dobishme dhe vepra të mira, në e sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të mësime porosi, për të lexuar këto hadithe në këto nimi mezhlise. Inshallah vazhdojmë edhe matutje deri në momentin e fundit të jetës sonë. Allahu i pranoft për neve dhe i bëf sebeb që me qenë bashkë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.